e shohim që tash haxhi i përmbledh gjitha si shtyllë pesë e Islamit, duke u kthyer në shtylla tjera. Nëse kthehemi te namazi nuk kërkon pasuri, nuk kërkon as financim, as investim, as ndonjë harxhim. Ai i cili e fal namazin, merr abdes dhe Allahu Akbar e kryen namazin e tij. Nuk ka harxhime financiare. Nga ana tjetër, nëse kalojmë te zekati nuk ka ndonjë lodhje fizike apo ndonjë mund, apo nuk kërkon shëndetin e besimtarit që ai të jep zekat. Ka pasuri e jep zekatin edhe nëse i mungon shëndeti. Nga ana tjetër, agjerimi i kërkohet besimtarit të agjeron, nëse ka shëndetin, mirë po nuk i kërkohet atij gjithashtu investim apo harxhim në aspektin financiar. Tash në fund, haxhi si shtyllë e pestë i përmbledh gjitha këto. Edhe adhurimin e zemrës, edhe çiltërsinë e shpirtit, edhe sinqeritetin i cili bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, mirë po nuk mjafton me aq. Pastaj kalon ana shëndetësore, ana fizike, që njeriu të ketë mundësi, nga se haxhi nuk është i thjeshtë që ka mundësi të shkon njeriu ta bën një ibadet për një kohë të shkurt, me një mund të lehtë dhe të kthehet. Haxhi ka obligime, ka angazhime, ka lodhje. Është realitet që ka lodhje, duhet mundohet besimtari, andaj i cili nuk e ka shëndetin vetëm se nuk i obligohet. Kërkohet tash këtu shëndeti. Megjithatë nuk mjafton. Dhe sinqeriteti është, shëndeti është, përmallimi është, dashuria është, në disa raste edhe loti është, megjithatë nuk e ka obligim. Tash këtu haxhi kërkon edhe një gjë tjetër, edhe një element tjetër i cili është shumë i rëndësishëm pa të cilin haxhi nuk realizohet, dhe është aspekti financiar, që njeriu të ketë edhe pasuri. Kur të bëhen gjitha këto bashk, tek atëherë haxhi është obligim për besimtarin. Pra gjitha këto e bëjnë ibadet madhështor, e bëjnë të veçantë nga shumë ibadete tjera, i përmbledh gjitha këto. Prej besimtarit kërkohet vetëm një herë? Vetëm një herë në jetë. Një herë në jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që mos ta humbi mundësinë që të kthehemi me mëkatet e falura. Domethënë është haxhi përveç këto elemente që e ka edhe këtë aspekt që njeriu ndoshta nuk i jepet mundësia me përsërit haxhin. Prandaj duhet me qenë shumë i vëmendshëm, i kujdesshëm që ta shfrytëzon këtë moment dhe këtë rast që Allahu subhanahu wa taala u jep.